me një logjik të thjesht, unë e shoh që PDK-ja, për shkak se AK-ja edhe Nisma nuk kanë me garu të vetme. Unë jam i bindun që ato kanë me kriju një koalicion bile Nisma gjithsesi, e ajo në mënyrë automatike. AK-ja nuk hen më në koalicion me Nismen. Jo me Nismen, ajo parti tjerë ka bo ftesë për Limajnë. Nuk është ajo që edhe mund të arriti Lydikyl shumë. Unë besoj që bazën elektorale, parafërsisht të njëjtën votë e ruan PDK-ja, mund të ketë një ngritje ndoshta prej 1%, jo më shumë. E ka më stabil, Lydikyl-ja bie, zvoglohet. Lydikyl-ja zvoglohet me patjetër dhe rritet vetëvendosja. Ta shpejtë reagimin e Erionit. Po e harron edhe një fakt që janë ja 50.000 vota të diasporës, cilat në përqindjen më të madhe kalojnë vetëvendosje. Të po të garantoj që nuk ka me pas përqindjen që ka pas të diasporës, ato e qesu me bast. Presim, ja, bastore nuk garantoj, për shkak se... Me fes lejon, lejon bastet. Për te kalojmë që ato veç sa me dëshmëri. Po s'pe... Për shkak se si që në numrimin e votave tash që ishte diasporës, ka ndryshue.